Zoti Roy, të ndalemi pak në lindjen e mesme teksa përballja mes Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës duket se nuk ka një rrugdalje deri më tani. Në një raund bëhet fjalë për përpjekje për negociata, për rifillim të një raundi të ri të negociatash, zgjatje të armëpushimit, por nga ana tjetër ka përballje në det konkretisht në ngushticën e Hormuzit, teksa garda revolucionare e Iranit ka vendosur mina në ngushticën e Hormuzit dhe nga ana tjetër presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar urgjent që ato të shkatrohen. Në këtë rast apo rrezikohet situata në lidhjen e mesme që të shkojë sërish drejt një konflikti si ai që pam përgjatë një muaji? Situata në lidhjen e mesme është më e koklavitur se sa aq, ndërkohë që bisedimet po vazhdojnë me anë të tretëve, se nuk ka bisedime të drejtë për drejta. Ka disa probleme, të cilat ne nuk i dim me qartësi. Nuk i dim se kush negocion për llogaritë Iranit dhe cilat janë klanet brenda për brenda. Nëse ka një ndarje të klaneve drejtuese brenda për brenda gardës revolucionare apo jo. Ka disa lajme cilat mund të jenë dhe propagandë, të cilat thonë që ka ndasi brenda për brenda elitave iraniane, mirë po jo më larg se sa dje mbrëm darkë me orën tonë. Pati një deklarat që uniteti të gardës revolucionare, e cila deklaronte se uniteti brenda për brenda gardës është i çelikt, e cila më kujton një shprehje të vjetër të kohëve të Shqipërisë diktatoriale. Gjithashtu një pjesë tjetër që nuk publikohet shumë është që tani më në lindjen e mesme ka mbërritur dhe luftën aeroplanmbajtësja e tretë amerikane. Pra, ndërkohë që flitet për negociata dhe për bisedime, për paqe, kapacitetet ushtarake në rajon rriten. Pra, këto janë disa shenja kontradiktore, por nëse do ta shohim nga një pikëvështrim më i gjerë, përballja deri tani nuk e ka dhënë zgjidhjen e duhur. Pra nuk e ka dhënë një zgjidhje që të kemi një paqe afatgjatë. Edhe nëse do të, në gjykimin tim, tani këtu flas thjesht në gjykimin tim personal, edhe nëse do të ketë një paqe të arritur me anë të ndërmjetësimit të Pakistanit, do të jetë një paqe në rastin më të mirë e përkohshme. Sepse problemet themelore nuk do të zgjidhen dot. Pra, ka një problem i cili është i pazgjidhshëm, që është e drejta e Iranit për të vazhduar kërkimet bërthamore dhe për të prodhuar material bërthamor. Irani pretendon se e ka për konsum energjie të brendshëm, ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë që mos ketë asnjë lloj iniciative të re për të prodhuar material bërthamor. Pra, ky është një problem i cili në gjykimin tim nuk do të mund të ndahet dot, përsa kohë që palët e ndjejnë veten të sigurt. Pra, përsa kohë që elitat iraniane, pra garda revolucionare që kontrollon tani mbështetjen, të jetë e sigurt në kontrollin e vet. Dhe deri më sot nuk e ka humbur kontrollin mbi shtetin. Dhe përsa kohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të qëndrojnë të palëkundur në kërkesën e tyre që Iranit mos ketë kurrë një fuqi bërthamore, kjo çështje nuk mund të zgjidhet përveç se me luftë. Ka disa variante të interpretimit. Varianti i parë është që lufta ndodhi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mundën ta ndryshojnë regjimin. Por ka një variant të dytë interpretimi, i cili thotë që ushtarakisht Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk patën asnjë rival, sepse Irani nuk mbriti dot të kundërvihet ushtarakisht superfuqisë ajrore amerikane. Në fakt, për shkak të mungesës së fuqisë kundërpërgjegjëse të Iranit, sot kemi një revizion të plot të ushtrisë kineze dhe kemi 10 general të cilët po përfundojnë burgjeve në Kinë. Është një fenomen tjetër i cili nuk po diskutohet fort, për shkak sepse ju bëhen kontrolle reale dhe po shihet që shumë nga arritjet e armatimit kinez, cilët ju patën shitur edhe Iranit edhe vendeve tjera aleate, Venezuelës në këtë tjerë, ishin të falsifikuara për të ndihmuar karrierën e generalëve të tjerë. Pra ka disa 10 general, të paktën 12 general,
të cilët janë shkarkuar në javë të fundit nga Partia Komuniste Kineze. Pra duhet parë edhe kjo në funksion të asaj që po ndodh në Iran. Çdo gjë është ende e hapur. Fakti që ka bisedime do të thotë që të dyja palët nuk kanë interes, as elitat iraniane dhe as Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë interes për të vazhduar një luftë shkatrimtare e cila nuk do t'i ndihte askujt. Por historia botërore është e mbushur përplot me raste të tilla ku të dyja palët megjithse e kanë qasjen racionale ndaj problemit, ndjehen të detyruar të veprojnë në mënyrë më pak se sa racionale, për mos ta thënë irracionale. Pra, është një histori që mbetet për tu parë. Në gjykimin tim ka një problem të pasgjithshëm me negociata, që është problemi i energjisë bërthamore, të cilin pastaj se duhet ta lidh me pjesën tjetër. Pra, ku e ka avantazhin Irani? Irani ka avantazhin që praktikisht është duke mbyllur ngushticën e Hormuzit, dhe pa ngushticën e Hormuzit në mënyrën se si është ndërtuar sot tregtia ndërkombëtare, pra praktikisht ka ndryshuar regjimi ndërkombëtar i tregtisë botërore, naftës dhe nën produkteve të saj, por dhe produkteve të tjera si plehu kimik e të tjera, të cilat janë vitale për ekonominë botërore. Pra, Irani ka këtë avantazh, ndërkohë që ka dizavantazhin ushtarak. Në këtë rast, e gjendur përballë kësaj situate, qoftë Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si mendoni në cilën pikë takimi mund të arrijnë të dyja palët për t'i dhënë fund këtij konflikti, apo mendoni se do të vijojë në këtë situatë që ndodhet? Varet edhe nga faktorë të tjerë, por nëse palët do të gjejnë një marrëveshje do të gjendet për t'i dhënë kohë secilës palë që të qetësoj situatën e brendshme, që të konsolidoj situatën e brendshme. Mos harrojmë që kemi zgjedhjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fund këtij viti, dhe nëse do të vazhdojmë të jemi në situatë konflikti, dhe nëse do të vazhdojmë të kemi një situatë ku inflacioni rritet për shkak të luftës, ku çmimi i naftës rritet për shkak të luftës, ku çmimet e ushqimeve rriten për shkak të luftës, partia në pushtet, që është Partia Republikane, ka për t'i pasur llogarit pak si të vështira në nëntor. Sigurisht që këto nuk janë zgjedhje presidenciale, por në çdo rast pritshmëritë ishin që vetëm dhoma e ulët e Kongresit t'u kaloj demokratëve, mirë po tani së fundmi në këto sondazhet e fundit duket sikur rrezikohet edhe Senati, dhe të gjitha këto ndikojnë në mënyrën se si do të veprojë administrata amerikane deri në një farë pike, por le të mos kemi iluzione. Shteti Amerikan vepron gjithmonë përkundër politikës së ditës në interesin e asaj që është caktuar interesi shtetëror amerikan. Pra, nëse administrata ka vendosur që lufta duhet vazhdoj, lufta do të vazhdoj, nuk e ndal dot një palë zgjedhje lokale. Të mbetemi sërish në rajonin e lindjes mesme, teksa në mediat izraelite ka analiza të tilla që shkruajnë se Turqia mund të jetë Irani i ri në të ardhmen, duke pasur parasysh fuqinë e saj dhe rolin specifik. Në këtë rast, apo mundohet Izraeli që të krijojë pas Iranit një objektiv tjetër siç është Turqia, qoftë duke parë si rival në aspektin ekonomik, por edhe në aspektin ushtarak? Turqia ka disa dekada që nuk e fsheh ambicien e saj për të qenë fuqi e madhe rajonale në lindjen e mesme. Kështu që nuk është thjesht çështje apo kërkon që ta manifakturoj Izraeli këtë lloj përballje. Kjo është një përballje në lindjen e mesme e cila ka disa dekada që shfaqet herë haptas e herë në ndeshëm, po ndërkohë zakonisht në kësi rastesh ka edhe marrëveshje të fshehta midis shërbimeve. Për shumë kohë shërbimi i fshehtë turk dhe shërbimi izraelit ishin jashtëzakonisht shumë të lidhur dhe shkëmbenin informacione njëri me tjetrin. Në momente të caktuara kjo pastaj nuk ndodh. Unë do të isha shumë skeptik ndaj qasjes që kanë disa media që shohin rolin e Turqisë si një rol në favor të palestinezëve ose në favor të njërit grup apo tjetrit. Qeveria turke sipas meje, si çdo shtet normal, vepron thjesht dhe pastër në interesat e shtetit turk, e Turqisë, ka problemin e brendshëm të kurdëve,
cili është një problem që përfshin edhe Sirinë, që në fakt edhe e bëri që qeveria turke të ishte angazhuar në atë çka ndodhi në zhvillimet politike të brendshme në Siri e të tjera. Pra kemi një situatë ku Turqia është sigurisht e përfshirë, ku Turqia është sigurisht një nga fuqitë në rajon, por do të isha pak skeptik që ta shihja këtë thjesht si një përballje turko-izraelite, pavarësisht se nuk është për të dalë jashtë kontekstit. Pra nuk është e paparashikueshme që të ndodhë një konflikt i tillë, por nuk do ta shihja thjesht në këto konture.